Vajza e tuon dorën policit çdo ditë, por ditën që nuk e bëri, ndjenja në stomak i tha atij të kontrollonte shtëpinë e saj. Jeta nuk ka qenë kur e lehtë për familjen e saj. Duke u rritur me nënën dhe dy vëllezërit e saj në Kansas City, gjatë viteve të 90-ta, familja përballej vazhdimisht me vështirësi thjesht për të përmbushur nevojat bazë. Nëna e saj punonte shumë për të mbajtur familjen, por kur nuk dukej se ishte mjaftueshëm. Megjithatë, kishte një moment gjatë ditës së Clint që i sillte gjithmonë gëzim. Mundësia për t'i tundur dorën oficerit të saj të preferuar të policisë, i cili patrullonte rrugën e tyre çdo ditë. Në atë moment të vetëm, Clint mund të haronte vështirësitë e saj dhe të ndjej e vlerësuar, e parë, por një ditë gjithçka ndryshoi. Një pasditë oficeri i policisë po priste Clint për përshëndetjen e tyre të zakonshme, por ajo nuk u shfaq kurrë. Ishte herë e parë që ajo e humbiste takimin e tyre të përditshëm dhe ai menjëherë ndjeu në stomak se diçka nuk shkonte. Nuk do ta besoni çfarë ndodhi më pas. Familja Scales po kalonte kohë shumë të vështira. Vetëm në moshën 9 vjeçare, Clint shikte çdo ditë se si nëna e saj përpiqej me çdo mënyrë për të siguruar një jetë më të mirë për fëmijët e saj. Por në fund, përpjekjet nuk ishin kurrë të mjaftueshme. Dukej sikur bota kishte një inat me ta. Sa herë që arinin të bënin një hap përpara, jeta i detyronte të bënin 3 hapa brapa. Nuk ndihmonte as pak as fakti që ata jetonin në një lagje shumë të vështirë në Kansas City, ku dhuna ishte pjesë e përditshme dhe droga shitej haptazi në rrugë. Ishte një ambient i rrezikshëm për çdo, aq më tepër për një vajzë të vogël që po përpiqej të kuptonte jetën. Parat ishin gjithmonë një problem. Faturat grumbulloheshin çdo muaj dhe sigurimi i ushqimit në tryez ishte një sfidë e vazhdueshme. Kishte shumë net që Clint detyroi të flinte me stomakun bosh, sepse nuk kishte mjaftueshëm para për një vakt të denjë. Dhe sikur kjo të mos mjaftonte, nëna e saj mori një rrugë të errët, e lodhur nga lufta e përditshme për të mbijetuar. Nëna e Clint u kthye drejt drogës dhe dhuna që ata kishin përpjekur me aq mund për ta mbajtur jashtë shtëpisë, tani kishte hyrë brenda saj. Clint, një vajzë vetëm 9 vjeçe, papritur u detyrua të bëjë drita në jetën e 2 vëllezërve të saj të vegjël. Ajo u shndrua në një nën për ta, një kujdestare, një mbrojtëse. Megjithatë, përkundër gjithë kësaj dhimbjeje, mjerimi dhe ankthi që përjetonin, Clint gjeti ngushëllim tek një njeri, dikush që ajo nuk do ta kishte menduar kurrë se do të kujdesej për të, duke pasur parasysh vendin ku jetonte dhe sfondin e saj të vështirë. Por ai ishte një surprizë mirëpritur, që të linte një gjurmë të përjetshme në jetën e saj. Për oficerin Jeff Colvin, patrullimi i lagjeve të Kansas City ishte bërë rutinë. Ai e njehte mirë zonën ku punonte, një vend i mbushur me krim, marrëveshje të errta dhe njerëz që përpiqeshin të mbjetonin çdo ditë. Kjo do të thoshte se ai duhej të ishte gjithmonë vigjilent, i përgatitur për çdo situatë të papritur që mund t'i dilte përpara gjatë detyrës. Një ditë, Colvin vuri re një vajzë të vogël që shikonte nga një qoshe e rrugës. Ai buzëqeshi dhe e përshëndeti me dorë. Për habin e saj, sytë e saj ndriçuan dhe ajo ia ktheu përshëndetjen me një buzëqeshje të ngrohtë. Ishte një gjest i thjeshtë, por për Colvin ishte shumë i kuptueshëm. Ai e dinte që fëmijët që rriteshin në atë lagje e kishin jetën shumë të vështirë. Ai nuk e dinte se përshëndetja e vogël të bëj fillimi diçka e shumë më të madhe. Gjatë javëve në vijim, Colvin dhe Clint filluan të takoheshin çdo ditë në të njëjtin vend. Ai përshëndeste me dorë dhe ajo gjithmonë e priste me buzëqeshje. U bë një ritual i përditshëm për të dy. Për Clint ishte momenti më i bukur i ditës, një çast ku ndjehej e vlerësuar, e dukshme, si dikush që kishte rëndësi në këtë botë. Me kalimin e kohës, lidhja mes oficerit dhe vajzës së vogël u thelluan. Ata filluan të bisedonin për motin, për ditën e saj, për ëndrat, shpresat dhe dëshirat që ajo kishte për të ardhmen. Për Colvin kjo mund të dukej një bisedë e zakonshme me një fëmijë, por për Clint ai ishte personi i vetëm që e ndëgjonte vërtet. Por Clint po mbante një sekret. Pavarësisht se përpara Colvin ajo shfaqej si një vajzë e lumtur dhe e qeshur, Clint në fakt po kalonte një ofertë të vërtet. Pas dyerve të shtëpisë së saj, realiteti ishte shumë më ndryshe. Gjendja e nënës së saj po përkeqësohej ditë ditës. Ajo ishte gjithnjë më e zhytur në botën e drogës dhe larg çdo përgjegjësie prindërore. Clint, si fëmia më i madh, u detyrua të merr mbi supe gjithë peshën e familjes. Ajo duhej të kujdesej për 2 vëllezërit e saj të vegjël. Ti ushqente, ti pastronte, ti ndihmonte me gjithçka, por si ta bënte këtë, kur në shtëpi nuk kishte asgjë për të ngrënë. Me nënën thuajse të zhdukur nga jeta e tyre, Clint e dinte që askush tjetër nuk do të kujdesej për ta. Dhe atëherë ajo mori një vendim të dhimbshëm. Filloi të vidhte ushqim nga dyqani lokal. E dinte
që ishte e gabuar. Ajo nuk donte të bëj hajdute, por çfarë mund të bënte një fëmijë 9 vjeçar, kur vëllezërit e saj i shikonin me sy të uritur dhe frigoriferi ishte bosh. Klin thjesht nuk mund të përballonte të shihte ata të flinin pa ngrënë. Prandaj veproi, jo nga likësia, por nga dashuria. Në atë kaos emocional dhe jetesë të përmbysur, oficeri Colvin ishte i vetmi që i jepte një ndjesi stabiliteti. Ai ishte i vetmi që shfaqej çdo ditë dhe nuk zhgënjente kurrë. Për Klin, ai nuk ishte thjesht një polic, ai ishte një model për të ndjekur, një figurë mbrojtëse, një njeri që e bënte të ndihej sikur ajo kishte ende një shans në jetë. Por, një ditë, gjithçka ndryshoi. Një pasdite me diell si çdo ditë tjetër, oficeri Colvin shkoi në vendin e zakonshëm të takohej me Klin, por këtë herë ajo nuk ishte aty. Ai qëndroi pak duke pritur, i hutuar. Klin nuk e kishte humbur kurrë përshëndetjen e tyre të përditshme. Kjo nuk ishte një zakon i përditshëm, ishte një lidhje që jepte kuptim ditëve të saja, dhe tani mungesa e saj papritur ishte një alarm në zemrën e tij. Diçka nuk shkonte. Ai ndjeu një peshë në stomak, një ndjesi që nuk mund ta injoronte. Kishte diçka brenda tij që i thoshte se duhej ta kontrollonte. Dhe kështu bëri. Colvin vendosi të shkojë deri në shtëpinë e Klin. E kishte ndjekur një herë nga larg për të siguruar se ajo shkonte në shtëpi e sigurt, prandaj e dinte saktësisht ku banonte. Kur mbriti, trokiti në derë disa herë, nuk pati asnjë përgjigje. Pastaj ndëgjoi diçka, një rrënkim i lehtë, pothuajse i pandëgjueshëm, i ndjekur nga një zhurmë e vogël, zëri vinte nga brenda. Ai nuk ishte njeri që zakonisht do të hynte në një shtëpi pa leje, por diçka i thoshte se këtë herë duhej të vepronte ndryshe. Ai vendosi të ndjek instinktin. Kur hapi derën dhe hyri brenda, pamja që i doli përpara e tronditi thellë. Klin ishte shtrirë në dysheme, e zbekt duke u dridhur pa forcë për televizor. Ajo ishte e sëmurë rënd. Colvin nuk humbi kohë. Menjëherë thirri një ambulancë. Kur Klin u dërgua me urgjencë në spital, mjekët e diagnostifikuan me keq ushqyerje të rëndë. Trupi i saj ishte dobësuar aq shumë sa që ishte në kufit e mbijetesës. Mjekët thanë se nëse Colvin nuk do ta kishte gjetur në atë moment, Klin nuk do të kishte mbijetuar edhe një ditë tjetër. Ishte si një mrekulli. Ai nuk ishte vetëm një oficer policie atë ditë. Ai ishte një engjëll mbrojtës. Pas gjithë atyre situatave të errta që kishte përjetuar në jetën e saj, Klin e përfituronte gjithmonë oficerin Colvin duke i thënë: "Unë jam këtu për ju. Nëse keni nevojë ndonjëherë për mua, do jem pranë jush." Dhe gjatë momentit më të errët të fëmijërisë së saj, ajo e kujtonte këtë mesazh. Fjalët e tij i jehonin në mendje dhe i jepnin forcë, kur gjithçka tjetër rreth saj po shembej. Pasi Colvin e shpëtoi jetën e saj, Klin u zhvendos nga ajo lagje. Jeta e saj mori një kthesë të re, por vitet kaluan dhe ajo kur nuk e harroi mirësinë e jashtëzakonshme që ky njeri kishte treguar ndaj saj atë ditë kur ishte vetëm një vajzë e vogël në nevojë. Ai nuk ishte vetëm një polic për të. Ai ishte i vetmi person në të gjithë botën që ajo kishte ndjerë se mund t'i besonte me zemër të plotë. Ai ishte njeriu i vetëm që unë e besoja si fëmijë, prefeu Klin. Kur kaluan 20 vjet, ajo nuk mund ta mbante më brenda vetes atë ndjenjë mirënjohje që e kishte ndjekur gjithë jetën. Klin vendosi se ishte koha për të kërkuar dhe falenderuar. Megjithëse koha kishte kaluar dhe ajo kishte harruar emrin e tij, kujtimi i figurës së tij ishte gdhendur thellë në zemrën e saj. Vendosi të përdor Facebookun për të kërkuar në faqen e departamentit të policisë së Kansas City, duke shpresuar se mund të dallonte ndonjë fytyrë të njohur. Për fat të mirë, kërkimi i saj nuk shkoi kot. Klin arriti të kontaktojë një sergente me emrin Jennifer Jones. Ajo i rrëfeu historinë e saj dhe shpjegoi se po kërkonte një oficer policie që kishte pasur një ndikim të jashtëzakonshëm në jetën e saj kur ishte fëmijë. Jones e prekur nga historia që Klin i tregoi, premtoi se do të përpiqej të gjente atë oficer për të. Sergentja i dërgoi një emër oficerit Jeff Colvin, duke i shkruar se një grua e rritur pretendonte të ishte një vajzë e vogël që ai kishte ndihmuar shumë vite më parë. Një vajzë që e përshëndeste çdo ditë në lagje dhe që kishte pasur një lidhje të veçantë me të. Kur Colvin lexoi emailin, dëgjoi një tronditje të thellë emocionale. Menjëherë kujtoi Klin. Për të, ajo nuk ishte një fëmijë që kishte kaluar pa lënë gjurmë. Ai kishte menduar për të shumë herë gjatë këtyre viteve, shpesh duke u pyetur se çfarë kishte ndodhur më pas kur ajo shpëtoi jetën. Isha gjithmonë kurioz çfarë kishte ndodhur me të, tha Colvin në një media lokale. Ishte befasuese që u lidhëm sërish pas kaq shumë vitesh. Pasi Colvin konfirmoi se me të vërtetë e njihte vajzën që e përshëndeste çdo ditë në patrull, sergentja Jones e lidhi direkt me Klin. Tani Klin, tashmë një grua e rritur, ishte e mbushur me emocion. Ajo kishte arritur të gjente njeriu që i kishte ndryshuar jetën kur ishin vetëm një vajzë e vogël. Kishin kaluar 20 vjet, por ndjesia që kishte për të nuk ishte zbehur as pak. Nuk e kisha menduar kurrë se kjo do të ndodhte, që do të arrija të gjeja heroin tim,
tha ajo me zë të dridhur. Kur u takuan më në fund, Colvin ishte i mbi ngarkuar nga emocionet. Ai nuk e kishte ditur se përmes një përshëndetje të përditshme dhe një akti zemërgjërsie kishte ndikuar kaq thellë në jetën e një fëmie. Shumicën e kohës kalojmë karrierën tonë pa e ditur nëse kemi ndihmuar dikë vërtet, kujtonte Colvin me modesti. Kjo ishte edhe për mua. Shpesh pyesja veten nëse isha në rrugën e duhur, nëse po bëja punën e duhur. Por lidhja që kishte pasur me Clin dhe ajo që ajo ishte bërë në jetë, i treguan qartë se po, ai kishte ndjekur rrugën e duhur. Pasi i mbijetoi asaj periudhe të errët të jetës së saj, fal ndihmës së Colvin, Clin arriti të ndryshonte krejtësisht rrjedhën e fatit të saj. Ajo nuk e shpëtoi vetëm veten, ajo arriti t'i largoi edhe vëllezërit e saj nga ndikimi i nënës së varur nga droga dhe të ndërtonte një jetë të re për të gjithë. Tani Clin kishte një qëllim të ri në jetë, të bëhej vetë police. Ajo kishte vendosur të ndiqte gjurmët e njeriut që i kishte shpëtuar jetën. Shpresonte që një ditë të mund të ndikonte në jetën e dikujt tjetër, po aq sa Colvin kishte ndikuar në të sajën. Ajo nuk dëshironte vetëm të vishte uniformën, por të ishte për dikë tjetër ajo figurë mbështetëse, e qetë e palëkundur, një përshëndetje e përditshme që jep shpresë. Pas takimit me Colvin, Clin vendosi të ndajë historinë e saj në rrjetet sociale. Kjo histori shpërtheu menjëherë dhe u bë virale. Njerëzit nga çdo anë e botës ndan komente mbështetëse për të dhe për oficerin që kishte bërë një akt kaq të madh humaniteti. Komentet vërshonin me lavdërime për bujarinë dhe shpirtin fisnik të Colvin, ndërsa shumë të tjerë vlerësonin Clin për forcën e saj, për mënyrën si kishte kapërcyer vështirësitë dhe kishte ngritur jetën e saj nga rënojat. Jeff Colvin nuk është vetëm një hero për mua, ai është engjëlli im mbrojtës, tha Clin me emocion. Ai ishte aty për mua, kur askush tjetër nuk ishte. Dua që ai dhe çdo oficer policie të di se ajo që bëjnë, qoftë edhe gjesti më i vogël, mund të ketë një ndikim të jashtëzakonshëm në jetën e dikujt tjetër, ashtu siç pati në të timen. Dhe është e qartë se Clin do të bëjë gjëra të mrekullueshme në të ardhmen. Është vërtet e jashtëzakonshme se sa shumë ndikim mund të ketë një buzëqeshje, një valë përshëndetëse, një pranie e përditshme.